Të interesuarit, iniciativat e tyre duhet t'i dorëzojnë në formë të shkruar nëpërmjet arkivit të sektorit të urbanizmit dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor në komunën e Tetovës ose në formë elektronike, tha në takimin me gazetar Nexhati Zulbari, udhëheqës i Dikasterit të urbanizmit në komunë. Iniciativat e mbështetura, të përkrahura të thirrjes publike, do të inkorporohen në programin e përpunimit të planeve urbanistike në territorin e komunës Tetovës për vitin 2015. Në konferencën e sotme të shtypit, Zulbari ka sqaruar se shpenzimet për ngritjen e iniciativave me mbështetje të dokumentuar duhet të sigurohen nga parashtruesit e nismave eventuale. Ndërkaq, ata të cilët nuk mund t'i dorëzojnë iniciativat e tyre deri në fund të shtatorit, do të kenë mundësi që këtë ta bëjnë në tremujorin e parë të vitit 2016. Zulbari gjithashtu ka folur edhe për procesin e filluar të legalizimit të objekteve të ngritura në mënyrë të jashtëligjshme. Ndërtimet e pa leje, mendoj se kanë bërë kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje, të cilën ligji e mundson, dhe ata objekte që i plotësojnë kushtet do të legalizohen, dhe do të përputhen në planet e reja detale urbanistike. Jo zyrtarisht mësohet se në komunën e Tetovës numri i objekteve që presin të legalizohen arrin në disa mijëra.